Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sot e kemi temën bindja ndaj prisëve. Për bazat e sunetit Imam Ahmedit, Allahu mëshiroft, kurse tema sotme është bindja ndaj prisëve. Thot Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft, dëgjimi dhe bindja ndaj udhëheqësve dhe prisit të besimtarve, qofshin të mirë apo të këqij. Kush bëhet khalife dhe njerëzit pajtohen dhe kënaqen me të, është detyrë bindja ndaj tij, edhe nëse dikush i mund ata thot me shpat, pra bën kryengritje ndaj tyre dhe arrin që të fitoj kundër tyre dhe arrin që të bëhet khalife dhe quhet prisi besimtarve. Domethënë atëherë është obligim bindja ndaj tij. Thot Sheikh Rabia, Allahu e ruajt, në shpjegimin e fjalëve të Imam Ahmedit, Allahu mëshiroft, thot dëgjimi dhe bindja ndaj udhëheqësve dhe prisit të besimtarve, qoftë i mirë apo i keq, ata që kanë marrë besën nga populli, pra që kanë marrë besën nga jo nga gjithë populli, por se nga kryetarët e fiseve apo nga ata që udhëheqin domethënë fiset e tyre. Dhe kanë arritur në gradën e khalifes sot, edhe nëse ka arritur këtë me shpat, duke dalë kundër imamit ekzistues që ka qenë para tij thot, që ishte para tij dhe arriti ta formojë shtetin pastaj, atëherë nuk lejohet që të dilet kundër tij, pra të bëhet kryengritje kundër tij duke luftuar, sepse ti nëse del kundër tij për herë të dytë, do dalësh për herë të tretë e kështu me radhë, domethënë nuk do ndalojnë asnjëherë këto kryengritje, do vazhdojnë domethënë gjithmonë. Dhe umeti do të ketë gjithmonë përplasje dhe kryengritje, nga rebeli në rebel, domethënë nuk do të përfundoj kurrë, nuk do të gjej asnjëherë qetësi dhe paqe umeti. Në parim thot, kryengritja nuk lejohet, pa që të bësh kryengritje të armatosur e kështu me radhë, domethënë, apo të bësh kryengritje apo demonstrata, këto nuk lejohen domethënë sipas shariatit islamik. Nëse Allahu thot ja vërsul këtij njeriu dikë që bën kryengritje kundër tij dhe fiton duke mposhtur shtetin e tij dhe ngre shtet të ri, atëherë muslimanët duhet të qëndrojnë këtu, domethënë të binden prisit të ri. Pra muslimanët do t'i binden prisit të ri. Nëse domethënë diku është një shtet musliman edhe ka prisin e vet, edhe vjen dikush tjetër edhe bën kryengritje ndaj tij dhe e lufton dhe e mposht atë dhe pastaj formon shtet të ri, atëherë muslimanët domethënë duhet që t'i binden prisit të ri. Dhe duhet ta pranojnë domethënë udhëheqjen e tij, përderisa ai udhëheq domethënë me kushte të udhëheqi sipas shariatit. Nëse ai udhëheq domethënë me udhëheqje tjetër jo islame, atëherë sipas asaj që e shpjegon shehu më vonë. Ky triumfues thot pa marr parasysh erdhi nëpërmjet përzgjedhjes së popullit, domethënë e përzgjodhi dikush, e përzgjodhi jo populli vet, por se ata domethënë që i ka populli si kryetar fisesh e kështu, domethënë, apo konsultimi thot, apo i dhan besën, apo i mundi prisit dhe arriti ta marrë pushtetin me shpatë dhe ka forcë, Allahu i bekoft thot, atëherë duhet t'i bindemi atij për të ruajtur gjakun e muslimanëve. Pra nuk lejohet që të shkojnë domethënë nga lufta në luftë, nga kryengritja në kryengritje, domethënë se derdhet gjaku i muslimanëve. Në këtë rast, pa marr parasysh a është i mirë apo i keq, është obligim domethënë bindja ndaj tij. Shih thot Imam Ahmedin, Imam Bukharin, shiko të gjithë imamët e islamit, ata e konsiderojnë këtë gjë prej bazave të islamit. E konsiderojnë domethënë bindjen ndaj prisit, qoftë i mirë apo qoftë i keq, e konsiderojnë këtë prej bazave të islamit. Pra që bindja ndaj prisve musliman, qoftë i mirë apo i keq, është nga bazat e islamit. Prisi i padrejt ose khalifja i padrejt, zullumqar, gjunaqar, fasik, përderisa nuk ka dalë nga rrethi i islamit, atëherë nuk lejohet kryengritja ndaj tij. Në asnjë lloj situate, në asnjë lloj forme. Për këtë kanë ardhur hadithe të shumta, siç ka ardhur domethënë në hadith që kanë thënë sahabët i dhan besën të dërguarit Allah sallallahu alaihi wasallam që të dëgjojmë dhe të bindemi. Domethënë pasem wa ta'a.
në vështirësi kur janë të varfër dhe në rehati, domethënë kur janë të pasur. Na pëlqeu apo nuk na pëlqeu urdhri i tyre. Vetëm nëse ata domethënë japin urdhër për diçka që është haram, aty nuk lejohet bindja ndaj tyre. Sepse siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk lejohet bindja ndaj krijesës aty ku kundërshtohet krijuesi. Dhe nëse i favorizon të tjerët ndaj nesh, pra vazhdon hadithi thotë, nëse i favorizon të tjerët ndaj nesh, ka ai rrethin e tij, ka miqtë e vet, ka njerëzit e vet që ju jep atyre, ju bën favore, ju jep pozita, ju jep domethënë gjëra materiale, ndërsa popullit domethënë tjetër nuk i jep. Njerëzve të tjerë domethënë në popullin e tij nuk i jep, por se jep vetëm njerëzve të tij të ngushtë. Mos të përpiqemi për të marrë pushtetin, domethënë atë përpiqemi domethënë që ta marrim pushtetin nga dorët e tij, thonë derisa sot ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që mos të përpiqemi për të marrë pushtetin nga duart këtij prisi, derisa të shikoni nga ai kufër të qartë. Domethënë derisa të bjej në kufër, të ketë kufër të qartë. Atëherë keni argument të qartë nga Allahu, domethënë nëse keni argument të qartë nga Allahu për atë vepër që ka bërë ai, se kjo është kufër i qartë. Ndryshe nëse nuk keni argument të qartë për atë vepër, pra nuk mund të japësh një gjykim të prerë, domethënë që kjo është kufër, por se mund të interpretohet edhe si kufër, edhe si jo kufër, atëherë domethënë nuk lejohet kryengritja ndaj tij. Pra nuk lejohet kryengritja ndaj tij sado gjunahe që të bëj, vetëm nëse shihet prej tij kufër i qartë. Sheikh Uthemini, Allahu mëshiroft, në shpjegimin e librit Riyadhus Salihin, vëllimi 2, teksa shpjegon se kur lejohet kryengritja ndaj prisit dhe kushtet që duhet domosdoshmërisht të përmbushen për këtë gjë, thot. Kushti i parë thot është derisa të shikoni, pra që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, derisa të shikoni. Pra të jetë diçka e sigurt që ta shohësh atë. Kjo është dija e domosdoshme. Pra ta di, ta ketë sigurt, se pejgamberi sallallahu ka thënë ta shikoni atë. Ndërsa me paragjykime nuk lejohet kryengritja ndaj prisit. Pra nëse nuk ka diçka të qartë, nëse nuk sheh diçka të qartë, por se sheh diçka që mund të interpretohet edhe ndryshe, që domethënë interpretohet jo vetëm si kufër, por interpretohet edhe ndryshe, atëherë nuk lejohet kryengritja ndaj prisit. Kushti i dytë është që ta kemi të qartë se ai ka bërë kufër, jo gjuna, sepse sado që të bëjnë gjunahe prisit nuk lejohet kryengritja ndaj tyre, sikur ata të pinë alkool, thot për shembull, apo sikur të bëjnë immoralitet, sikur të bëjnë padrejti njerëzve, nuk lejohet kryengritja ndaj tyre, vetëm nëse shohim kufër të qartë, i cili nuk mund të interpretohet ndryshe vetëse kufër. Kushti i tretë thot el kufrul bawah, domethënë kufër i qartë. Ama nëse ai mund të interpretohet ndryshe thot, atëherë nuk lejohet kryengritja ndaj tyre. Supozojmë thot se ata kanë bërë diçka për të cilën ne mendojmë se është kufër. Pra ne e shohim si kufër. Thot, por se ka mundësi që të interpretohet ndryshe dhe del që nuk është kufër. Thot kjo gjë. Në këtë rast nuk lejohet që të bëjmë kryengritje ndaj tyre thot. Ndërsa nëse kufri është i qartë, për shembull thot, nëse ndonjë prej prisave i thot popullit të vet se alkooli është halal, pini sa të doni thot. I thot homoseksualiteti thot është halal, shkoni me këtë doni. Immoraliteti thot është halal, bëni immoralitet me këtë doni. Ky thot është kufër i qartë, nuk ka pështjellim në të. I katërti është fjala që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, keni argument të qartë nga Allahu për atë gjë se është kufër. Pra, domethënë kemi argument të pakontestueshëm se ajo gjë është kufër thot. E nëse argumenti ka dobësi në rrugët e transmetimit, pra nëse argumenti është i dobët në anën e zinxhirit të transmetimit, apo është i dobët dhe nuk tregon qartazi se ajo gjë është kufër, pra nuk është argument i drejt për drejt që të tregoj qartazi se ajo është kufër, mos lëri hapësira domethënë për dyshime apo interpretime të tjera. Atëherë nuk lejohet kryengritja ndaj tij,
sepse kryengritja ka sherre dhe deme të shumta dhe të mëdha. Pra nuk është diçka e lehtë, domethënë. Sikur se ka në hadithin e Seleme radiallahu anha, thot nëse sultani në cakton një vali apo wali, të cilët nuk i përmbahen urdhrave dhe ndalesave të Allahut. Pra ai sultani madh, domethënë, prisi i madhi halifja cakton në për qytete, cakton halifja cakton prisa, e kupton, emir ose vali në për qytete, thot, të cilët nuk i përmbahen urdhrave të Allahut. Thot, muslimanët i urrejnë ato që bëjnë ata. Ai që i refuzon të këqihat e tyre ka shpëtuar. Ai që i urren të këqijat që bëjnë ata ka shpëtuar, ndërsa ai që kënaqet dhe i pason në të këqija, ai është gjunaqar. Pra ai që kënaqet dhe i pason ata në të këqija, ai është gjunaqar. Ata thanë, ati luftojmë ata o i dërguari i Allahut, tha jo përderisa ata e falin namazin. Pra tha jo përderisa ata e falin namazin. Se nëse e falin namazin, tregon domethënë se janë musliman. Ky hadith është argument edhe tek dietar, domethënë që e bëjnë kafir lencin e namazit. Se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu jo përderisa ata e falin namazin. Pra nëse e falin namazin janë musliman. Nëse e lën namazin, atë domethënë kuptohet që nuk janë musliman. Pra përderisa ata falin namazin, nuk lejohet të bëhet kryengritje ndaj tyre. E mos të flasim për atë që falet, agjeron, jep zekatin, bën haxhin dhe u siguron muslimanëve rendin dhe qetësinë për t'i vepruar këto gjëra, u siguron atyre rrugën e tjera, domethënë, si i bëhet kësaj, domethënë, si mund domethënë të thuash që të bësh kryengritje ndaj tyre. Ku jemi, thotë shehu, ku jemi ne me kundërshtimin e kryengritësve apo rebelëve të sotshëm? Ku janë ata me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë jo përderisa ata e falin namazin. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qartazi ndalon nga kryengritja kundër një prisi i cili e fal namazin. Edhe pse ai domethënë ka gjunafe apo ka gabime. Domethënë ndalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga kryengritja ndaj tij. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i ndalon ata duke thënë jo përderisa ata e falin namazin. Nuk tha jo përderisa ata e falin namazin, e japin zekatin, e kryejnë haxhin e tjera me radhë, por se vetëm me namaz e ceku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra tha jo përderisa ata e falin namazin. Pse e tha këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? E tha nga që kryengritja shkakton shumë dëme. Prej tyre thotë është dëmtimi i islamit, dëmtimi i muslimanëve, shkatërimi i umetit, shkatërimi i të mbjellave, shkatërimi i bagtis, i gjes së gjallë, shkelja e nderit, poshtërimi i muslimanëve dhe dobësimi i tyre. Derisa domethënë muslimanët pastaj të jenë domethënë si një kafshat e lehtë për armikun. Pra ta kenë të lehtë domethënë që t'i sulmojnë ata dhe t'i uzurpojnë. Sepse në kryengritje dhe do dobësohen, sikurse domethënë e shihni sot se çfarë ndodh domethënë në botën islame. Po nëse kryengritjet pasojnë njëra tjetrën, padyshim thotë që dëmi është shumë fish më i madh. Padyshim pra që dëmi është shumë fish më i madh. Tani o vëllezër, pra në këtë kohë thotë këta kryengritësa, të cilët kanë formuar shtetet e tyre nëpërmjet grush shtetit, që kanë bërë domethënë duke u marrë shtetin atyre që kanë qenë para atyre, apo nëpërmjet votimeve, apo nëpërmjet rrugëve të ndryshme, jo sheriatike, çfarë kanë vepruar me të që kanë bërë. Domethënë këta para se të vinin në pushtet kanë dhënë shumë premtime, jo ne do vendosim drejtësinë, do vendosim sheriatin e kështu deri në fund, domethënë do largojmë të keqen e kështu me radhë. Çfarë kanë realizuar ata nga parrullat e tyre? Pasi shkuan domethënë dhe hypën në pushtet. Çfarë realizuan thotë ata? Nga ato që thoshin në pretendimet e tyre. Asgjë s'kan realizuar. Ose shumë pak të asaj që kanë premtuar. Ose kanë bërë të kundërtën e asaj që kanë premtuar. Njerëzit e zgjuar e shohin se këta janë njerëzit më të largët nga zbatimi i sheriatit islam. Madje këta u kalojnë edhe udhëheqësve të devijuar. Këta që dalin me këto premtime, domethënë. Këta u kalojnë thot edhe udhëheqësve të devijuar.
duke organizuar konferenca për bashkimin e feve, duke ndërtuar kisha dhe duke u afruar me të krishterët, duke poshtruar muslimanët, duke i varfëruar ata, duke u aprishur fen dhe dynjan e tyre. Pasha Allahun thot, ata e morën pushtetin me votime, e morën pushtetin me grush shteti apo puç, e morën me rrugë të ndryshme, u futën nëpër ministrijet gjitha këto kot. Nuk ça sollën ata ndryshe nga të tjerë, që i bënin premtimet apo nuk i bënin më përpara. Ça sollën ata ndryshe domethënë nga ata të devijuar. Ata nuk u dalluan nga të tjerët me asgjë. Prandaj neve nuk u besojmë këtyre. Këta synojnë vetëm arritjen e pushtetit me çdo lloj mënyre. Pra synimi i tyre është arritja e pushtetit, domethënë që ata të hypin në karrike dhe nuk është synimi i tyre përmirësimi i muslimanëve. Prandaj urtësia në këshillat dhe orientimet e ligjvendësit të urtë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të mëshirshëm, të butë, trim dhe guximtar, i cili e edukoi umetin e tij për trimëri, ndërsa për këtë temë ai ju thot atyre duroni. Pra ai që ishte trim dhe guximtar dhe që edukoi umetin e tij, domethënë për trimëri, në lidhje me këtë temë ai ju thot atyre duroni çfarëdo që të shikoni përveç kufrit. Duroni, domethënë nëse shikoni gjuna, zullum, padrejtësi ashtu, duroni çfarëdo që të shikoni përveç kufrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: jepuni atyre prisave, domethënë jepuni atyre hakun e tyre, sepse Allahu do t'i pyesë ata për atë që u ka lënë në përgjithësi. Do t'i pyesë ata për obligimet e tyre. Mjafton që Allahu do t'i pyesë ata për detyrën që kanë marrë. Nuk tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkojuni llogari ju atyre, por se tha që Allahu do t'i pyesë ata. Nuk tha që dilni ju në për rrugë dhe dilni ju në për televizion e kështu dhe kërkojni llogari prisave. Demonstroni kundër tyre, bëni kryengritje kundër tyre, merrni të drejtën tuaj, sepse disa kryengritës madje nga kryengritësit më të mëdhenj thonë nuk do presim të vi rrugëzgjidhja nga qielli. Kështu thonë ata, nuk do presim ne të vi rrugëzgjidhja nga qielli, ne shkojmë vetë domethënë e marrin të drejtën tonë. Duhet patjetër që ta marrin të drejtën tonë me duart tona të tjerë. Kjo është gabim dhe nuk lejohet. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot: jepuni atyre hakun e tyre, sepse Allahu do t'i pyesë ata për atë që u ka lënë në përgjithësi. Do t'i pyesë Allahu i lartësuar për ato obligimet e tyre. Nuk je ti që e merr në llogari prisin. Nuk je ti domethënë që je i obliguar të shkosh e ta marrësh në llogari prisin dhe kjo nuk është në kompetencat e tua. Ti këshilloj atë sipas metodës sheriatike për këshillimin e prisit. Nëse ai të dëgjon, elhamdulillah, thot falënderimi takon Allahut. Nëse jo, atëherë ti e ke bërë të tëndën, e ke bërë atë që ke obligimin tënd. Dhe duhet të durosh përderisa ai falet. Nuk duhet bësh kryengritje pa. Ne nuk e themi këtë nga vetja jon, pra këto gjëra që i themi thot, nuk i themi nga vetja jon, por se bazohemi diku. Thot, bazohem pra në Kur'an dhe Sunet. Dihet, domethënë që bazohem në Kur'an dhe Sunet sipas kuptimit të selefëve të devotshëm. Thot, kjo është e rënë për ta, pra për ta kryengritësit e këto. Kjo është e rënë për ta dhe i mundon shumë. Thot Allahu i lartësuar: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima." Thot për Zotin tënd, ata nuk janë besimtar derisa të zgjedhin ty për të gjykuar në mosmarrveshjet që kanë mes tyre. E pastaj pas gjykimit tënd, pasi që ti domethënë gjykove për atë çështje apo për atë mosmarrveshje, të mos ndjejnë pa kënaqësi në zemrat e tyre. Mos jenë të pakënaqur pra me gjykimin tënd. Dhe derisa të binden domethënë plotësisht. Pra ata nuk janë besimtar derisa të jenë të bindur plotësisht. Ata thot, këta të devijuarit thrasin për në hakimije. Thonë nuk ka gjykues tjetër veç Allahut. Pra nuk lejohet gjykimi askujt veç gjykimit të Allahut.
ndërkohë që ata nuk e marrin Allahun për gjykues e as nuk e marrin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam për gjykatës. Njerëzit e bidatit besojnë panteizmin, e shpallin umetin qafira. Pra ata thonë që gjithçka që ekziston është Allahu, pra nuk ka krijesa, ka vetëm krijues. Kështu thonë, kjo është panteizm. Thot e shpallin umetin qafira, bën tekfir mbi umetin, mbi gjithë umetin. Thonë se Kurani është i krijuar, nuk gjykojnë me ligjet e Allahut. Nuk janë të kënaqur që të kthehen tek gjykimi i Allahut për çështje të tilla. Pra çështjen e bindjes ndaj prisit, ata nuk e trajtojnë sikurse e trajton sheriati, por se e trajtojnë domethënë sipas endjeve të tyre. Pra këta janë nga njerëzit më të largët nga gjykimi me ligjin e Allahut. Pra ata i bën gjitha këto dhe pastaj thonë la hukme illa lillah. Nëse ti je i sinqert në fjalën që thua se nuk ka gjykim tjetër veç gjykimit të Allahut, ose nuk i takon askujt hukmi përveç Allahut, atëherë edhe këto çështjet e tjera kthej tek gjykimi i Allahut. Shikosh se si ka gjykuar Allahu, çfarë ka thënë Allahu për to. Pra ata janë nga njerëzit më të largët nga gjykimi me ligjin e Allahut, edhe pse thonë nuk ka gjykim tjetër veç gjykimit të Allahut. Këta janë nga njerëzit më kryeneç ndaj gjykimit të Allahut dhe ndaj gjykimit të i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Janë nga njerëzit më kryeneç ndaj gjykimit tek Allahu dhe ndaj gjykimit tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Thot pastaj shehu vazhdon dhe thot Seleme ibn Yazid al-Ja'fi e pyeti të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, i tha si mendon nëse ne do kemi prisa të cilët na i kërkojnë neve të drejtat e tyre, ndërsa neve nuk na japin të drejtat tona. Pra na bën padrejti. Ata domethënë kur vjen puna tek drejtat e tyre, i kërkojnë ato me ngulm, edhe na i marrin se janë të fuqishëm. Ndërsa të drejtat tona ata nuk na japin. Pra na bën padrejti se ne jemi të dobët kundrejt tyreve. Çfarë të bëjmë, thot në këtë rast? Ai nuk i ktheu përgjigje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ktheu përgjigje. Ai përsëri e pyeti, ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përsëri nuk i ktheu përgjigje. Ai përsëri e pyeti dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përsëri nuk i ktheu përgjigje, sepse ishte pyetje e rrezikshme dhe nuk i pëlqente të dërgohet Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ishte pyetje e vështirë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: dëgjoni dhe binduni. Ata kanë përgjegjësinë e tyre, ndërsa ju keni përgjegjësinë tuaj. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë si përgjigje për pyetjen e tij. Hadithi është i saktë në Sahihun e Muslimit. Si ka mundësi që këta prisa e kërkojnë të drejtën e tyre dhe nuk na japin të drejtën tonë? Pra kërkojnë të drejtën e vet dhe neve nuk na japin të drejtën tonë. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i kthente përgjigje sa herë që ai e pyeste, sepse nuk i pëlqeu kjo pyetje, nga se mund të shkaktoj fitne. Pra kjo pyetje thot mund të shkaktoj fitne. Prandaj ai tha: dëgjoni dhe binduni. Ata kanë përgjegjësinë e tyre, ndërsa ju keni përgjegjësinë tuaj. Pra ju nuk merreni në llogari për gabimet e tyre. As ata nuk merren në llogari për gabimet tuaja. Hadithi tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kush sheh nga ju një të keqe, le ta ndryshojë atë me dorën e tij. E nëse nuk ka mundësi, atëherë me gjuhën e tij, e nëse nuk ka mundësi, atëherë me zemrën e tij, por se ky është besimi më i dobët. Pra tek hadithi pararendës nuk tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: dilni dhe i merrni vetë të drejtat tuaja dhe bëni kryengritje kështu me radhë. Por se tha: dëgjoni dhe binduni. Ata kanë përgjegjësinë e tyre, ndërsa ju keni përgjegjësinë tuaj. Ndërsa hadithin tjetër e ka transmetuar Imam Muslimi, Allahu mëshiroft, në Sahihun e tij. Thot shehu, në këtë kohë dietari për shembull nuk i refuzon disa gjëra. Disa gjëra që mund ndodhin edhe janë të këqija, dietari thot nuk i refuzon disa prej tyre. Ndoshta nga që ka frikë, thot, apo ndoshta për ndonjë arsye tjetër. Allahu e di më së miri se çfarë arsye mund të ketë pse nuk e refuzoi ai një të keqe. Por se ai e urren atë me zemrën e tij. Thot, ai thot e urren atë me zemrën e tij. Atëherë njerëzit e epsheve thonë për të: ai është spihun, ai është servil, ai është bashkëpunëtor me shtetin e kështu me radhë, domethënë akuza thot pafund,
të cilat pasha Allahun nuk i kanë marrë vetëm nga komunistët, nga kryengritësit, nga bahthistët dhe nga grupacionet e devijora. Është e çuditshme si pranon rinia islame këto akuza ndaj dietarëve, thot ulemat e islamit, pra si më njëherë domethënë sa i thon ata, më njëherë gjejnë pranim domethënë tek njerëzit këto akuza. Domethënë ata flasin ndaj njerëzve më të mirë, flasin ndaj njerëzve të besueshëm ashtu, edhe vin këta dhe i pranojnë domethënë më njëherë këto akuza, pa i marrë shqyrtim apo pa i peshuar ato me peshorën e sheriatit domethënë, edhe që t'japin gjykimin që u takon atyre. Ulemat e islamit thot, njerëzit e të vërtetës, pasuesit e sunetit dhe xhamatit, kapen fort pas këshillave dhe orientimeve si këto të dërguarit fisnik sallallahu alaihi wasallam dhe pas këshillave të imamëve të islamit si Imam Maliku, Imam Shafiu, Imam Ahmedi, Imam Auza'i, Thauri. Të gjithë këta kanë jetuar në kohën e disa qeverive që kishin gabime dhe devijime. Çfarë ndodhi në kohën e Imam Ahmedit? Pra, a nuk ishte në kohën e Imam Ahmedit fitnja atyre që thoshin se Kurani është i krijuar? Thot medhebi i Xehmit tek ata është kufër, tek ata që i përmend, domethënë tek ata imam që shehu i përmendi, medhebi i Xehmit për akidja e tij është kufër. Fjala se Kurani është i krijuar është kufër tek Imam Ahmedi dhe tek pasuesit e hadithit, dhe qeveria në atë kohë thërriste për në kufër. Prisi në atë kohë pra i detyronte njerëzit që të bënin kufër, që të thoshin se Kurani është i krijuar dhe nuk është fjala e Allahut. Megjithatë, dietarët deshën të bëjnë kryengritje, ndërsa Imam Ahmedi nuk pranoi, pra i refuzoi ata dhe tha se kjo ka fesad edhe dëm për muslimanët. Dhe i friksoi ata që mos ta bëjnë këtë, pra mos të dalin duke bërë kryengritje kundër prisit. Qysh themi ne tani që Imam Ahmedi është frikacak, Imam Ahmedi është spihun apo është bashkëpunëtor i shtetit e kështu me radhë, domethënë të fillojmë domethënë ta akuzojmë Imam Ahmedin, Allahu mëshiroft, ose sipas tyre domethënë i bie që Imam Ahmedi është frikacak apo Imam Ahmedi është spihun apo bashkëpunëtor i shtetit e kështu me radhë. Selefët që i morën për bazë këto argumente dhe kundërshtuan dhe ju bën ballë me to xhawarixhve dhe njerëzve të fitnes prej mu'tezilive edhe të tjerëve, a janë veglat qeverisë dhe a janë spihun, domethënë këta dietar, këta selef, domethënë të devotshëm, selefët e mirë, thot pasha Allahun, këta e luftojnë ehli sunetin me metoda komuniste dhe grupacioneve të tjera ateiste. Si mund të përdoren këto metoda kundrejt muslimanëve? Si mund domethënë këta t'i aplikojnë këto metoda kundrejt muslimanëve? Thot, pse ju nuk i merrni për bazë këto argumente, këto hadithe që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju drejtohet grupeve të humbura, thot pse nuk i merrni për bazë ato, përderisa ato janë të sakta dhe janë të drejtë për drejta në temë, atëherë pse nuk i merrni për bazë ato? Dhe nëse është ashtu siç mendoni ju, supozojmë, atëherë pse nuk i arsyetoni ata që i marrin për bazë këto argumente? Thot, se ata domethënë nuk po flasin me epsh, por se po bazohen në argumente të sakta edhe të qarta. Unë thot tani, për shembull, nuk dua të bëj kryengritje, nuk besoj që prisi ka bërë kufër të qartë. Unë nuk e bëj qafir, ndërsa ti që ke mëdhebin e xhawarixhve e bën qafir. Më lër mua, mos më nënçmo, se këta të obligojnë, thon, ashtu siç mendojmë ne, duhet mendosh edhe ti. Po e bëra unë qafir dhe ti duhet ta bësh qafir, e ke detyrë. Duhet ta bësh qafir më një herë dhe ndryshe edhe ti e qafir, pse se bëre qafirin qafir. Thot, më lër mua, mos më nënçmo, ti thot e ke detyrë që ti bindesh fjalës së dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, ku thot që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo përderisa e falin namazin, pra ka ndaluar kryengritjen nëse ata e falin namazin, prisit. Jo thot përderisa falen, ose ku thot derisa të shikonin prej tyre kufër të qartë. A ka sot ndonjë dietar të besueshëm nga ehli suneti që të thot se filan pris është qafir? Nuk gjejmë vetëm mendjehlet dhe ignorant nga mu'tezilit dhe xhawarixhit, ata që i bëjnë qafira prisit. Ata dalin domethënë
edhe i shpallin qafira prisit e muslimanëve. Ai që i bën qafira prisit dhe popullin, ai që i bën qafira prisit dhe ushtrin, thot, të gjithë këta bazohen në shkollën e Said Kutubit, i cili i shkatroi bazat e sunetit dhe u kap pas bazave të gjithë bidaqive. Pra nuk la ndonjë grupacion vetëse u bazua tek parimet e tyre, tek bazat që kishin ata. Thot. Nuk ka ndonjë bazë të prishur vetëse Said Kutubi bazohet në të, thot. Dhe nuk ka ndonjë bazë nga bazat e ehli sunetit vetëse ai e ka shkatruar atë. E ku vjen puna pastaj, këta e bën imam atë. E ngren, domethënë, mbi dietarët e ehli sunetit e bën imam dhe japin pozitë, domethënë, që nuk u japin as atyre që e meritojnë atë pozitë. E jo më pastaj ai që nuk e meriton. Prej bazave të tij të prishura është shpallja qafira e të gjithë umetit. Pra gjithë umetin, domethënë, ai bën tekfir në mas. E bën masën qafir. Qafire, domethënë, gjithë populli thotë janë qafira. Nuk ka musliman. Prej tyre nuk janë pra musliman, i bën tekfir në mas. Prej tyre është edhe baza mbi të cilën bazohet ky tekfir, e që është se besimi tek ai as nuk shtohet e as nuk paksohet. Pra këtu bazohet ai, domethënë, që i bën qafira muslimanit. Thot, pra ose besim 100% ose kufr. Nuk ka besim 99%. Pra nuk mund të ketë besimtar që të bëjë gjuna. Ose besimtar 100% domethënë mos bëjë gjuna, ose qafir. Pra nuk mund të jetë besimtar gjunaqar, thot. Ose musliman gjunaqar. Pra nuk ka tjetër, ose besim ose kufër. Ndërsa njeri me gjunahe, jo. Nuk mund të thosh domethënë që ka musliman gjunaqar, sipas Said Kutubit. Nëse ai i bindet prisit, nëse një musliman për shembull i bindet prisit pjesërisht, pra jo në të gjitha gjë, por se pjesërisht, atëherë ka bërë kufër dhe ka dalë përfundimisht nga rrethi i islamit, sipas Said Kutubit. Pra, o vëllezërit tanë, thot, ata e kanë marrë këtë rrugë të keqe, prandaj ne i themi këto fjalë, të cilat janë të rënda, në mënyrë që ata të zgjohen, nëse kanë logjik, nëse kanë respekt, thot, për tekstet e Kuranit dhe Sunetit dhe kuptimin e selefëve të mirë të këtij umeti. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.